Zoti Peleshi, zonja Zotri. Me sa diu në dijenin time është rasti i parë në 30 vjet që nuk ka debat mbi një program. Dhe arritja jonë më e madhe si komb, apo si Shqipëri post-staliniste dhe post-maoiste, ishte debati. Unë mund të rikthehem nga fjalët e dëgjova nga parafolsi, ribëjeni debatin. Për ju thoni ne nuk duam debat. Ribëjeni debatin. Debati është pika më kryesore, që është programi, që është në interesin madhor të vetë qeverisë, e cila ka plane madhore, integrimi në BE. E jenë të diskutojmë. Pse e shmangni? Është shumë i rëndësishëm për ne si qytetar dhe për ata që na shohin. E kam lexuar programin dhe kam parë shumë pak fjalë për shpopullimin. Po kam parë pothuajse as pak fjalë për Kosovën. Dhe ju dëgjoj shpesh që thoni gjëra që nuk qëndrojnë. Do përpiqem të jem në këtë fjalim shumë të shkurtër etik. Demokracia jeton nga debati. Riktheheni seancën e parë, e cila që nga koha Adil Çarçanit ka qenë shtylla e parlamentit shqiptar dhe ka qenë esenca e demokracisë shqiptare. Ktheheni të diskutojmë. Sipas studiuesve, demokracia jeton nga lajmi i keq, jeton nga kritika. Dëgjojeni edhe kritikën tonë. Mund të jetë dhe pa vend, por dëgjojeni. Pra jemi, si shtoni ju, shumë pranë BE-s, po jemi shumë larg praktikimit të demokracisë. Demokracia jeton nga fjala dhe opozita ka fjalën. Nuk mund të mbyllet një seancë parlamentare për një reagim emocional të shumë deputetëve. Sepse seanca i përket shoqërisë, i përket qytetarëve, i përket fermerëve, i përket ekonomistëve, juristëve, shëndetësisë. Ju nuk mund ta mbyllni atë sepse u mërzitët ju, apo u mërzit lideri juaj. Pra ne jemi shumë brapa demokracisë dhe tentojmë të shkojmë në një shoqëri e cila ka shumë demokraci. Nuk i bën keq Shqipërisë se ka kritika. Askujt. E zhvillon parlamentin. Le të ketë dialektik parlamenti. Le të ketë debat parlamenti. Pse duhet mbyllet parlamenti për 1 orë? Dëgjoni dhe mendimin ton, thoni dhe tuaj. Ju do keni shansin madhor të mbroni argumentet tuaja, arritjet tuaja, integrimin e Shqipërisë drejt BE-s. Ju ja hoqet këtë drejt vetes, po e gjykoj këtë thjesht me racionalitet. Pra ju e shmangni dhe kur një ekip folës shmanget nga debati, në sytë e mi tregon dobësi. Pra ju sot jeni të dobët. Mund të keni shumë mandate, po në artikulimin politik jeni të mërësisht të dobët. E pash programin dhe ju dëgjoj me shumë shpesh që thoni me krenari dhe kur e thot dikush nga ju që ne jemi Partia Socialiste, ju të gjithë duratrokisni. Një pyetje retorike. Ku qëndron e majta juaj? I majti europian është me të doptin. I majti europian është me punëtorin. Ju jeni me horrin. Ju në çdo qark jeni me të fortin. I majti europian është me të pafuqishmin. I majti europian sot mund të ishte edhe në West Bank, mund të ishte edhe në Gaza, për të shtonë në Europë për internacionalin e famshme. Pra pyetja ime është, pas një lloj ofeze, pas një lloj fyrje, ku qëndron e majta juaj? Ju jeni me oligarkin, ju jeni me të fortin e Lagjës, ju jeni me të fortin e Elbasanit, ju jeni me të fortin e Durrësit, ju jeni me të fortin e gjithë Shqipërisë. Ku qëndron klasa punëtore? Ku qëndron punëtori? Ku qëndron i pamunduri? Pra ky s'është me asnjë vend. Pra rreth jush që janë mbledhur dhe pozicionuar të gjithë oligarkët dhe gjithë të fortët. Dhe ata që janë në përqarqe e din që heroi i qyteteve i lagjeve është i forti, i cili në moshën 18 vjeç o ka vrarë, o ka marrë bijat e botës si ka prostituar, o ka bërë ndonjë krim. Dhe ky është realiteti i një partie sociale e cila sot duhet ishte në debat ideologjik që ne e djathta aq sa jemi dhe ju e majta. Ju nuk jeni me punëtorin. Ky është një iluzion. Dhe këto 2 fjalë të mia të shkurtra vlen për atë jashtë, jo për ju. Se jeni të qartë në mendimet e juaja. Pastaj në program unë nuk pash asgjë për Kosovën. Dhe si ka mundësi Parlamenti i Shqipërisë dhe partia që sot është në pozitë nuk miraton një rezolut për genocidin Kosovë. Kosova është dhimbje. Po nuk je me Kosovën, nuk je me dhimbjen e Kosovës. Po si mos jesh me në dijenin time, nuk ka një rezolut në lidhje me genocidin, po përmend termin genocid.
Vetë Kosova është dhimbje. Dhimbja e Kosovës u kthy në diçka botërore. Fëmijët e masakruar, njerëz pa varre, gratë e dhunuara, dhe Parlamenti i Shqipërisë sot, me majorancën e saj, që e përmendni me shumë shifra, e ka problem të miratoj një rezolut genocidi për gjysmën e kombit, ose nëse unë mund ta quaj për ndriçimin dhe elitën dhe përdhimin e kombit shqiptar. Kjo është turp për publikun. Kosova, me fjalën e madhe që pararsi i partisë tuaj e qutit tradhtar, ose armik të popullit, Arshipipa thotë që e dua Kosovën se aty lindi Shqipëria. Atëhere, si ka mundësi që ne, sa herë ta kërkoj kush doj një rezolut për Kosovën, ajo duhet miratohet. Se është një shenjë për popullin e Kosovës. Është një shenjë për vuajtjen e Kosovës. Është një shenjë dhe një simbolik për ata që janë pavarur, për gratë e dhunuara. Si është e mundur kjo gjë? Të nderuar kolegë dhe të nderuar qytetarë. Pastaj të them dhe 2 fjalë për shëndetësinë, se unë nuk dua t'ju markoni juve dhe kolegëve tjerë, po mos harroni, ju që jeni të majtë, po ju i villni ilaçet fëmijëve më, po ju i villni ilaçet njerëzve me kancer. Ku qëndron e majta, e cila në tezën e saj